Ka njeri pa plazmasë. E ka që thoshim pejt ta. Ne kërkojmë të hapë shtati lumit dhe kanalizimet dhe në gjatura. Dua kërkoj azil politik. Mirë do besh. Mirë do besh. Bashkia Dimal ka ngritur strukturat përkatëse për të bërë studimin e zonës dhe për të parë gjithë problematikat që ka ndodhur pjesa e përmbytjes. Nuk është diçka që ka ndodhur për shkak të mos angazhimit të strukturave të bashkisë. Ne kemi qenë gjatë gjithë kohës në teren dhe duke parë qoftë përfaqësues nga bujqësia, qoftë nga urbanistika, qoftë inxhinier nga drejtoria e shërbimeve, ne do shohim gjithë problematikat që kanë bërë kërkesë komuniteti Çifliku dhe Jarzës dhe të gjithë fshatrat që në fakt janë pjesë që preken nga pjesa lumore, sepse në fshatrat e tjerë që nuk përfshihen nga kjo zonë nuk është se kemi pas probleme sepse janë bërë ndërhyrjet përkatëse dhe patjetër që do merren konsiderat jo vetëm kërkesat që kanë sjell komuniteti, por do të merret komplet studimi i zonës që kjo fatkeqësi mos të përsëritet më herën tjetër. Nuk do të ketë më që ka sjell X person një kërkesë për të ndërhyrë ky kanal, ka një plan veprimi që do të ndërhyjet nga fillimi i fshatrave deri në fund pa pasur më kërkesa nga komuniteti. Dhe ky nuk është thjesht një premtim, por është një gjë që ne të minimizojmë sa më shumë pjesën e dëmeve të fermerëve. Për çfarë do lloj nuk thuhet. Atë doja të thosha se di u hap dhe hidrocentrali Banjës. Sa ndikoi kjo në përmbytje përveç kanalit që mendojnë banorët se është i papastruar? U hapën dhe portat e hidrocentralit. E gjithë kjo pjesë e fshatrave të prekura nuk është absolutisht mos ndërhyrje nga strukturave të bashkisë. Është një pjesë që është prekur vetëm nga prurje që ka pasur me intensitet të lartë pjesa lumore. Nuk është se ne nuk kemi marrë masa, ne kemi qenë gatishmëri për ditë me radhë duke u ndruar me turne dhe jo vetëm që mbaroi 8 orash i zyrtari punës dhe ne kemi kaluar në banesat tona, por absolutisht qoftë për evakuimin e personave, qoftë për të bagëtive, domethënë çdo gjë është parë me prioritet nga ana e strukturave të bashkisë. Faleminderit. Në hyrjet e fshatit tim është një urë, një kalim. Atje ruhet me polici në kohën që del lumi dhe keni vënë një prit. Kam bërë kërkesë, arsye kush e ka bërë, pse e keni bërë, përgjigjja ime është bërë me zënë që kemi urdhër. Nga kush? Që bërë ky blok lumi. Ja një sekondë. Për pjesën e urës, domethënë për pjesën e urës që mban ky kanal shërben nuk shërben për të kulluar tokat bujqësore. Ky kanal shërben për të shkarkuar ujërat që mblidhen te kamina. Në momentin që sasia e ujit të kaminës nga shirat ngrihet, ne hapim këtë port për të kulluar ujë në lum. Dhe nuk mund të mbajmë portën hapur në momentin që ngrihet niveli i lumit dhe nëpërmjet këtij kanali përcillen të gjitha ujërat e lumit dhe mbushim kaminën, se në momentin që mbushet kamina, fillon shpërndarja e ujit në gjithë territorin e fshatit Poshin. Por, dhe diçka, në momentin që sa po bën që është vendosur kjo prit? Nuk e di, sepse un kam 2 vjet që jam drejtori i shërbimeve. Besoj, domethënë me të pyetur, duhet të jetë vendosur nga viti 2020.
Në mos gaboj. 2020 e gaboj. Pse s'ka qenë më parë? Por më përpara ky kanal ka qenë i bllokuar. S'ke informacion të saktë. Sepse ky kanal ka qenë i bllokuar dhe të gjitha ujërat e kaminës qëndronin atje, nuk shkarkoheshin. Por nga ky rasti që ndodhim, që patëm këtë rastin emergjent, u hapën gjitha dokumentat dhe se dojnë ta bllokojnë atë pak. Se kemi filmime për atë, kjo do ta bllokoni. Po, jo, më fal pak, tani. U hapën gjitha dokumentat dhe ky kanal nuk shkon deri në kamin, nuk ka lidhje me kanalet e tjera, me kanalin sipas pretendoni juve. Ju keni mbyllur me kanalin mbrapa. Edhe një herë. Ky kanal shkon deri në kamin, nuk ka lidhje me rrjetin e kanaleve që përhapen në fshatin poshtë. Pse bllokuat zotëri? Sepse erdhi lumi, në momentin që vjen lumi. Më mbyte mua. Edhe një herë, më fal pak, nuk mund mbytet një fshat, nuk mund jo se na keni vënë një emër 3 shtëpi. Tani edhe verifikojnë këto janë 3 shtëpi dakord, fillë komplet. Janë 3 shtëpi. Më falni zon. Nuk mund të shpjegosh pak na se unë mbyton më pastaj. Po ti po të çon ti debat. Mund të shpjegosh pak. Prurjet e mëdha nuk shë bën ndonjë vaki, prurjet e mëdha. Në 62-shin nuk ka bërë vaki në 62-shin. Prurja është më e madhe në 62-shin. Keni përmbytur një lagje 100 vjeçare. Ne kemi shenjtë të 62-shit. Janë ndërhyrje njerëzore, ja ta dhe mund pse u përmbytëm ne. Na ndërhyrjet tuaja njerëzore pa kuptim fare. Edhe një herë, të flas pak, unë e di që keni edhe një pretendim tjetër për mbrojtjen lumore që është bërë në fshatin Çiflik. Çfarë që lum këtu e keni besifruar. Çfarë që lum këtu. Ç'ne ti hyrë shrati lumit kush e di që hyrë shrati lumit. Tani më dëgjoj pak. Shrati lumit është pronë të gjithë Shqipërisë. Okej, po ta sqaroj, leo ta sqaroj. Mbrojtja lumore që është bërë në vitin 2024 është bërë nga bordi i kullimit, nuk është bërë nga bashkia, është autoriteti që bën mbrojtjet. Ne, me këtë rast, pam defektet që kishte dhe kemi bërë shkresë institutin ndërtimit për të na bërë vlerësuar situatën, më kupton, sepse ne nuk jemi kompetent për atë investim që është bërë. Më kupton, ne thjesht kemi bërë një shkresë institutit dhe po presim vlerësimin atyre. Me të ardhur vlerësimi atyre. Me të ardhur vlerësimi atyre. Edhe te bllokimi kemi bërë bordit kullimit vinë ta vlerësojnë edhe bllokimin që ka qenë dhe që ka qenë dhe tani është hapur. Nuk u mbytën për atë katër, nuk u mbytën. E keni studiu çfarë? Unë jam inxhinier topograf, jam topograf, akoma më mirë. E keni verifikuar dhe e keni parë pse ndodh përmbytje sepse edhe ne kemi 30 vjet në të zanat, ajo zona aty nuk është përmbytur ndonjëherë. Që kur filloi, më fal, që kur filloi, që u bën ndërtimi shumë mirë u bë që u bë kjo rruga, aty ka filluar problematika. Atëherë ju po e studioni si zonë, të duam përgjigje. Edhe një herë, nuk vjen problematika nga kanal sepse nuk mund të mbytet. Si koordinator për drejtën e informimit, kam një thirrje për gjithë komunitetin e Çiflikut dhe të Arzës që qëndroni në banesa tuaj sepse grupet e inspektimit janë në terren. Jeni realist në dëmin që ju është shkaktuar sepse rritja fiktive ndikon që mos përfitojnë ose ajo që vërtet ka ndodhur mos shkojë atje ku ka meritor të marrë çdo njeri të kompensohet për atë dëm që ka bërë qoftë në banesë, qoftë në tokë bujësore, qoftë në sera apo çfarë do lloj prodhimi tjetër bujësor. Ministri ka qenë deri vonë me titullarin e bashkisë në fshatrat Sheqgajt, Banaj, në zonat që janë të prekura, ku ka bërë të qartë që skema për pjesën e granteve të përfitimit për subvencionimin e dëmeve është gati, por pritet vetëm vlerësimi që do të bëhet nga struktura përkatëse dhe patjetër dhe shpresojmë që të shpërbleni sa më shpejt, jo se kjo do ju mbylli komplet atë dëm që ju është shkaktuar. Plaga jo nuk mbyllet më për këtë vit. Plaga jo nuk ka mbaruar. Prandaj po e them që kjo nuk është diçka që kjo situatë mbyllet në këtë formë. Kjo nxjerr edhe vën në lëvizje të gjitha strukturat që në rast se ajo që ju e thatë është vërtet që duhet të qëndrojë ashtu, siç e tha dhe inxhinieri, siç e ne nuk kemi që të shkaktojmë dëm te dikush, edhe të hapim te dikush tjetër. Do shikojmë do shikosh shtetin e të mbytesh, do ta vlerësojmë që të gjitha problematikat dhe thash që çdo gjë do merret sipas një plan veprimi që do bëhet nga strukturat përkatëse. Qëndroni në banesa që ne të marrim sa më shpejt pjesën e vlerësimit të dëmit që ta dërgojmë dhe ne në strukturat përkatëse. Faleminderit. Çka ka dhënë tokën,
Ai po të mori okej në ndër, nuk e di. Jo, me të jo. Sepse ato janë gjëra që Vend qeveria madhe. bashkia ka kanale. Atje të bëjë anketa. Këtë që keni juve, pagojmë taksa nesër. Taksin ka paguar. Për të mbyllur mbytyje. Çfarë taksin paguar? Ide, çfarë do të bëj, apo të marrim me shkelma. Jo, me shkelma, jo, kurrë. Shiko dëmin e dhjetorit, 4 dylim trangull, në prollim, 1700 lek kila në shumicë, erdhën e verifikuan asgjë. Ne na janë bërë deme, mo me është bërë deme, gjinë nëntor. Kam mudrahi. Të përmon njëra të shpiti me ju gjithë me njësje mërëmë. Kam bidë farë të